Në jetë ka gjëra që duken të sigurta për t'u thënë, sepse kërkojmë mbështetje, miratim, ose thjesht një person që na dëgjon. Por sekreti nuk është gënjeshtër, është kufi. Ai mbron energjinë tënde, reputacionin dhe qetësinë mendore. Disa njerëz duartrokasin sot dhe nesër rrëfejnë, jo gjithmonë nga ligësia, por nga dobësia, zilia ose nevoja për të qenë interesant. Kur ruan disa të vërteta, ti zgjedh kohën, vendin dhe personin e duhur. Sot do të flasim për 10 gjëra që ja vlen ti mbash për vete. Jo për t'u izoluar, por për të jetuar me pak dramë e më shumë kontroll. Planet e tua të ardhshme. Kur ti ua tregon planet njerëzve shumë herët, ndodh diçka e çuditshme, truri yt e merr si të kryer. Miratimi i tyre, bravo dhe sa bukur, të jep një shpërblim të shpejtë dhe ulurin për punë. Pastaj vijnë 2 rreziqe të tjera. I pari është zhurma. Çdo njeri shton mendimin e vet dhe ti fillon të ndryshosh drejtim vetëm për të mos zhgënjur. I dyti është sabotimi i padukshëm, jo domosdoshmërisht armiqësor, por mjafton një shaka, një dyshim, një krahasim dhe ti heziton. Mbaje planin si far në tokë. Uji dhe dielli janë puna jote e përditshme. Fol kur të kesh prova, jo kur ke vetëm dëshirë. Ndaje me një njeri që s'ka interes të ul dhe që di të mbaj gojën mbyllur. Kur ta kesh bërë një hap real, prova flet vetë. Një kontratë, një kurs i mbaruar, një projekt i nisur, një aftësi e re. Atëherë ndarja e lajmit bëhet më pak lutje për miratim dhe më shumë ftesë për bashkëpunim. Sekreti i planit të mbron edhe nga sytë e padukshëm. Njerëzit që të duan, por që friksohen nga ndryshimi i yt. Ruaje derisa të kesh rënje. Pastaj le të shihet pema. Mos e shpall nisjen. Shpall vetëm faktin kur ke ecje. Problemet e tua familjare. Familja është vendi ku ndihesh më i pambrojtur. Prandaj konfliktet familjare prekin 2 fish. Kur i nxjerr jashtë, rrezikon t'i kthesh në histori për thashetheme. Ku njerëzit zgjedhin anë pa e kuptuar kurrë të gjithë tablon. Shpesh, ata do të mbajnë mend vetëm detaj më dramatik dhe do ta përdorin si etiket. Aty ka probleme. Kjo të ndjek edhe kur situata zgjidhet. Një tjetër rrezik është se ti fillon të flasësh për të afërmit si për personazhe, jo si për njerëz. Kjo ul respektin dhe rrit zemërimin. Mbajtja sekret e problemit nuk do të thotë të durosh pa drejtësi. Do të thotë të mos e shesësh shtëpinë tënde si rrëfim publik. Mbaje privat atë që kërkon shërim, jo publikim. Nëse duhet të flasësh, zgjidh një person neutral, terapist, këshilltar ose mik që nuk njeh palët. Kërko zgjidhje, jo aleat. Dhe kur të vijë momenti të vendosësh kufi, bëje me qetësi. Kufiri i heshtur shpesh mbron më shumë se debati i zhurmshëm. E vërteta është se familja ka cikle. Sot ka stuhi, nesër qetësi, ndaj mos e vulos për jetë. Frikërat më të thella. Frika është një hartë e brendshme. Ajo tregon ku ke plag, ku ke kujtime, ku ke pasiguri. Kur e rrëfen para njerëzve të gabuar, frika shndërrohet në buton. Dikush mund ta shtyp me shaka, me presion, ose me një potisje burr nëse, dhe ti hyn në një rol që se do. Edhe kur njerëzit janë të mirë, ata shpesh japin këshilla të shpejta dhe e minimizojnë. Mos u mërzit. Kjo të bën të ndihesh i vetëm. Frika kërkon emër, kohë dhe praktik, jo turp. Mbaje sekret derisa të kesh një plan për ta përballuar, një strategji, një hap të vogël, një mbështetje të sigurt. Kur flet pa mbrojtje, fjalët e tua bëhen thjesht informacion për të tjerët, jo shërim për ty. Zgjidh një rreth të vogël besimi ku mund të flasësh pa u gjykuar. Një profesionist, një mik i provuar, ose një ditar ku s'të ndërpret askush. Pastaj ktheje frikën në veprim të vogël, një telefonat, një takim, një ushtrim, një ekspozim gradual. Sekreti nuk do të thotë ta fshehesh përgjithmonë. Do të thotë ta ndash vetëm kur rrëfimi të fuqizoj, jo të të zbuloj. Kur ta kesh të kaluar, atëherë mund ta tregosh si dëshmi se njeriu ndryshon, edhe kur dridhet nga brenda. Të ardhurat dhe parat. Parat janë temë që ndes krahasim të menjëhershëm. Nëse tregon sa fiton, dikush do të shohë i pasur dhe do të pres trajtim, borxh ose favore. Një tjetër do të shohë i varfër dhe do të gjykojë. Shifrat nuk tregojnë stresin, sakrificën, rrezikun, as ditët kur s'ke fjetur. Kur parat bëhen publike, ato të prishin edhe marrëdhëniet më të mira, sepse krijojnë llogari të padukshme. Kush dha më shumë, kush pagoj më shpesh, kush duhet të ndihmoj. Mbaj të ardhurat sekret dhe fol vetëm për qëllimet e tua me njerëz të duhur. Jo të gjithë e durojnë suksesin e tjetrit pa u ndryshuar brenda.
Në vend të shifrave, trego zakone, po kursej, po investoj në vete, po paguaj borxhet. Kjo i mban kufit dhe mbron sigurinë, sepse kur të tjerët dinë sa ke, edhe rreziku rritet, presion social, kërkesa të padrejta, madje edhe vëmendje e gabuar. Sekreti i parave nuk të bën koprac, të bën të mençur dhe të qetë. Ndihmo kur do, jo kur detyrohesh. Dhe kur të duhet të flasësh, bëje me profesionist, bank, kontabilist, partner biznesi. Jo me njerëz që jetojnë me krahasime. Ata e kthejnë numrin në thashë them, jo plan. Aktet e tua të mira. Kur bën diçka të mirë dhe e shpall, rrezikon ta kthesh në monedhë reputacioni. Njerëzit fillojnë të pyesin: e bëri nga zemra apo për sy e faqe? Edhe nëse motivi yt është i pastër, ekspozimi e ndot nga jashtë. Ka edhe një rrezik tjetër më të heshtur, krenaria e shpejtë. Kur merr lavdërime, e mira bëhet më lehtë për t'u bërë kur ka kamer, dhe më e vështirë kur s'të sheh askush. Në kulturën tonë thuhet e mira e thënë e humb bereqetin, sepse shpërblimi kthehet në duartrokitje, jo në karakter. Mbaje sekret ndihmën dhe do të ndjesh një qetësi të rrallë. Po bëj diçka të drejtë, edhe pa dëshmitar. Kur e fsheh të mirën, ti stërvit një muskull të rrallë, integritetin. Ti mëson të veprosh edhe pa shpërblim social. Nëse do të frymëzosh dik, fol për parimin, jo për emrin. Ndihmo kur mundesh, pa treguar këndimove dhe sa. Kështu, e mira mbetet e pastër, dhe njerëzit se ndjejnë veten poshtë. Disa gjëra janë më të fuqishme kur janë të heshtura gjithmonë. Dështimet që ende të dhembin. Ka dështime që janë thjesht statistik. S'të pranua në një punë, s'funksionoi një ide, u prish një plan. Por ka dështime që të prekin identitetin, një biznes që ra, një provim që të turpëroj, një zgjedhje që të kushtoj shumë. Kur i tregon me një herë, rrezikon të mbyllesh në rolin e të humburit, sepse njerëzit të shohin me keqardhje ose me gjykim. Ti vetë ripërjeton historinë sa herë rrëfen, dhe plaga nuk mbyllet. Sekreti këtu nuk është fshehje, është shërim në heshtje. Merë kohë të analizosh çfarë mësove, çfarë do bëje ndryshe, dhe çfarë s'ishte në dorën tënde. Mësoni të ndani faktin nga vetja. Ti nuk je dështimi yt, ti je njeriu që po mëson. Shkruaje mësimin, jo turpin. Pastaj, kur të jesh gati, zgjidh audiencën, njerëz që kanë kaluar të njëjtën rrugë, jo ata që kërkojnë dramë. Një rrëfim i pjekur fillon me përgjegjësi. Kjo është çfarë bëra gabim dhe mbaron me drejtim. Kjo është çfarë po bëj ndryshe. Kur dështimi kthehet në mësim, ai s'është më sekret i rënd. Është histori force. Deri atëherë, mos e lejo botën ta shkel plagën tënde. Edhe një gjë, mos e rrëfe kur je ende i zemëruar. Emocioni i nxehtë i jep historisë helmin, jo mençurinë, dhe të tjerët e mbajnë mend helmin për shumë kohë. Marrëdhëniet intime. Një lidhje ka nevojë për ajër, por edhe për mbrojtje. Kur e ekspozon shumë, njerëzit futen brenda, me krahasime, këshilla, dyshime dhe sidomos me gjykime. Sot të thonë sa bukur jeni, nesër i lexojnë çdo detaj si provë. Pse s'foli, pse s'erdhi, pse nuk postoi. Kjo i shton lidhjes presion që nuk i përket asaj. Për më tepër, intimiteti është gjuhë besimi. Kur e kthen në histori publike, partneri mund të ndihet i përdorur ose i pambrojtur. Ruaja atë që është private, bisedat, pajtimet, momentet e dobësisë. Publiku sheh vetëm skenën, lidhja jeton pas skene. Kur ka problem, mos kërko publik që të vërtetoj dhimbjen tënde. Kërko dialog. Nëse duhet ndihmë, zgjidh një njeri të besuar që respekton të dy palët, ose një profesionist. Dhe mbaj mend, dashuria rritet në privatësi, sepse aty lejohet gabimi pa turp. Publiku do spektakël, marrëdhënia do paqe. Sekreti këtu është kujdes, jo fshehje. Sa më pak sy, aq më shumë siguri për dy zemra. Trego vetëm kur jeni të fortë dhe të pajtuar, jo kur jeni të lënduar. Opinionet e tua për të tjerët. Mendimi është i lirë, por fjala është kontratë. Kur thua një opinion negativ për dik, edhe nëse ke të drejtë, ti krijon një borxh emocional, ose do ta mbash të njëjtin qëndrim gjithmonë, ose do të dukesh i paqëndrueshëm. Për më tepër, opinioni udhëton. Sot e thua në besim, nesër kthehet e personi si thashë them, i shtrembëruar dhe i helmuar. Pastaj ti del si ai që flet. Është rrezik social, por edhe moral. Ku flasim keq, ne stërvitim cinizmin. Sekreti këtu është disiplinë. Mos ja jep mendimin kujtdo, as për këdo, sepse opinionet krijojnë armiq edhe kur se synon.
Nëse diçka duhet thënë, thuaje drejtet e personi, jo rreth ti, dhe nëse s'është e nevojshme, hesht. Heshtja nuk është frikë, është inteligjencë emocionale. Pyet veten, a do ta përsërisja këtë fjalë para ti, me të njëjtin ton? Nëse jo, mos e thuaj askund. Ruaje veten nga fjalët që djegin ura. Një reputacion ndërtohet ngadalë dhe prishet me një fjali. Mbaje gojën si filtr, jo si armë. Njerëzit harrojnë arsyen, por mbajnë mend se kush i përgojoi kur koha vështirësohet përsëri. Dobësitë që po i lufton. Çdo njeri ka një betejë që s'duket, varësi të vogla, xhelozi, dembelizëm, shpërqendrim, ankth ose nevojë për miratim. Kur e shpall betejën para kohe, ti jep asaj dy gjëra: publik dhe pritshmëri. Publiku të shtyn të bësh rol, jo ndryshim. Pritshmëria të bën të fshihesh kur është qetë, sepse turpërohesh që e din. Kështu, procesi bëhet më i vështirë. Lufta me dobësinë është si stërvitje. Kërkon përsëritje, dështime të vogla dhe rikthim. Sekreti të lejon të rikthehesh pa zhurmë. Në vend që ta premtohesh publikisht, vendos një sistem privat, orar, shënime, kufi dhe një person përgjegjësie që nuk të poshtëron. Mat progresi me sjellje, jo me fjalë. Sot 5 minuta fokus, nesër 10. Sot një ditë pa zakon të keq, nesër 2. Kjo është mënyra si ndërtohet karakteri, me hapa të vegjël që s'bëjnë zhurmë. Kur të ndjesh se dobësia po humb fuqi, atëherë mund ta ndash historinë si mësim, jo si justifikim. Sekreti i betejës të jep liri të gabosh dhe të rritesh pa turp. Mos harro, disa njerëz të duan mirë, por e kanë zakon të kujtojnë versionin tënd të vjetër. Ndrysho në heshtje dhe lejo rezultatet i bindin pa debat. Qëllimi final i jetës tënde. Qëllimi është zjarri i brendshëm. Kur e thua para kohe, njerëzit e masin me standardet e tyre dhe e zvogëlojnë. Kjo s'bëhet, kush je ti, pse lodhesh? Shumë nuk e bëjnë këtë nga ligësia, por nga frika e vet. Nëse ti ja del, ata duhet të pranojnë se edhe ata mund të kishin tentuar. Prandaj, ata të ofrojnë realizëm, që në fakt është kufi. Sekreti i qëllimit të mbron edhe nga identiteti i rem. Kur e shpall, rrezikon të ngatërosh fjalë me punën dhe të kënaqesh me imazhin. Mbaje të shenjtë, shkruaje për vete, ktheje në hapa, dhe mos i jep askujt të drejtën ta gjykojë para se të marrë formë. Qëllimi final shpesh ndryshon me kohën. Nëse ndan herët, të tjerët do të mbajnë peng te versioni i parë, po ti the ndryshe. Ruaje fleksibilitetin. Ndaje vetëm me njerëz që të pyesin si mund të ndihmoj, jo me ata që të pyesin pse. Dhe mos harro, qëllimi yt është edhe burim paqeje. Kur punon në heshtje, ti ndjen se jeta ka drejtim, edhe kur askush se sheh. Rezultati i vërtet vjen ngadalë, por vjen. Kur vjen dita të flasësh, le të jetë pas provave. Punë e kryer, zakone të ndryshuara, dhe guximi testuar në heshtje, jo pas ëndrave boshe. Sekretet që përmendëm sot nuk janë mure, janë dyer me çelës. Ti zgjedh kujt ja hap. Kur mban disa gjëra për vete, ti ul dramën, rrit fokusin dhe mbron zemrën nga njerëzit e gabuar. Mbaje planin derisa të ketë rënje. Mbaje familjen larg thashethemeve. Dhe mos e kthe frikën në lojë për të tjerët. Parat, e mira, dështimet, intimiteti, opinionet dhe betejat e tua duan maturi, jo publik. Në fund, qëllimi yt është i shenjtë. Nëse kjo video të ndihmoi, abonohu, lër një koment, cilin sekret e ruan më shumë, dhe çfarë ke mësuar duke heshtur sot?